Shumë fshatra të qarkut të Korçës kanë mungesë të furnizimit me energji elektrike si pasojë e defekteve të ndodhura gjatë këtyre ditëve. Burime zyrtare nga prefektura e Korçës bëjnë të ditur se aktualisht janë rreth 2000 familje në zonat rurale të Korçës, Maliqit, Pogradecit dhe Ersekës, të cilët nuk kanë energji elektrike në banesat dhe bizneset e tyre. Kryesisht bëhet fjalë për zonat malore të qarkut të Korçës, ku edhe rrjeti i furnizimit është më i amortizuar. Sipas të njëjtave burime, në qytetet e qarkut të Korçës nuk ka ndërprerje të energjisë, po ashtu edhe Bashkia Devolt nuk ka raportuar probleme me energjinë elektrike. Operatori shpërndarjes së energjisë elektrike thotë se problematikat janë evidentuar në linjat TM 10 kV, ku rezultojnë 11 fidera të stakuar, prej të cilëve 8 pjesërisht, por nga ana tjetër të gjitha objektet e rëndësisë së veçantë kanë furnizim me energji elektrike dhe vjojnë punën normalisht. Ekipet e OSHE-s janë në terren për riparimin e dëmeve dhe rikthimin e energjisë në zonat malore të qarkut të Korçës.